njeriu gjithmonë gjatë jetës së tij themi kështu lëviz edhe qarkullon mes tri gjendjeve. Gjendja e parë janë nimetet e Allahu xhalla wala dhe dhuntit e Allahut që ja ka afruar njeriut. E për nimetet dhe dhuntit Allahu xhalla wala duhet falendëruar. E nëse njeriu e falenderon Allahun, atëherë Allahu ja shton atij. Thot Allahu në Kur'an: "La in shakartum la azidannakum." Thot Allahu në Kur'an: "La in shakartum la azidannakum." Nëse ju më falenderoni mua për nimetet edhe dhuntit që ua kam afruar juve, atëherë do t'u ashtoj ato. Për këtë arsye, Ibnul Qayyim Allahu e mëshiroft thot: "E shukru qaidun ni'am." Falënderimin ndaj Allahu xhalla wala është lidhje dhe shtim i të mirave. Gjendja e dytë në të cilën njeriu kalon në këtë botë është praktikimi i atyre urdhrave që Allahu xhalla wala i kërkon. Domethënë, Allahu kërkon realizimin e disa veprave e që njeriu patjetër duhet i përfill ato dhe t'i realizoj ato. Nga se Allahu nuk ka ndonjë obligim me të cilën i ka obligu njerëzimin, vetëm se përmes këtyre obligimeve, gjithsesi realizimit të tyre, Allahu xhalla wala dëshiron që njerëzit t'i pastroj edhe të afrohen tek ai të pastërt pa gjunohe. Pra gjendja e dytë është realizimi i urdhrave edhe përfillja e ndalesave të Allahut xhalla xhelaluhu. Dhe gjendja e tretë është se njeriu sado që të jetë i përqendruar në fenë e Zotit, sado që të jetë mirënjohës, prap se prap, ai mundet të gaboj. Për faktin se natyrshmëria e tyre, natyrshmëria e njerit është se ai është gabimtar. Mirë po, kur njeriu gabon, duhet të kthehet te Allahu xhalla wala me istighfar edhe kërkim tobe që Allahu xhalla wala t'ja pranon atij toben edhe kthimin e tij te Allahu xhalla wala. Allahu xhalla wala në një ajet është interesant se e lidh gjendjen e përqendrimit njeriut me femë istighfar. Thot kul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Thuaj o Muhammed, unë nuk jam tjetër vetëm se njeri prej llojit tuaj, vetëm se Allahu xhalla wala mua më dërgon shpallje. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Allahu më dërgon mua shpallje dhe më njofton se Allahu është i vetmi Zot i cili meriton adhurim. Thumma istaqimu ilayhi wastaghfiru. Pastaj përqendrohuni në fenë e Allahu xhalla wala, praktikojni urdhrat me të cilat Allahu ju urdhron, edhe përmbahuni prej ndalesave prej të cilave Allahu xhalla wala kërkon që të largoheni. Pastaj, nëse përforconi këtë, bëni istighfar Allahut në mënyrë që Allahu xhalla wala ju përqendroj edhe më fort në fenë e tij.